Komisioni për çështjet e brendshme dhe të mbrojtjes ka miratuar pas diskutimeve për më shumë se një orë të 5 projekt ligje dhe rendit të ditës, ku binin në sy ndryshimet për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarak dhe artikujve teknologjive për përdorim të dyfisht. Gjatë fjalës së tij para komisionit, ministri i mbrojtjes Piro Vëngu është shprehur se kemi të bëjmë me një realitet të ri sigurie, ku sipas tij rreziqet nuk vijnë vetëm nga armët klasike. Sot rrezikët nuk vijnë vetëm nga armët klasike, teknologjitë e reja që transferohen në mënyrë të padukshme, materiale dhe pajisje që transferohen me përdorime të dyfishta, software që transferohen nga një vend ke tjetri me një klik, apo pajisje që janë në dukje civile, po që përdoren dhe mund të shndrohen në mjete survejimi. Mosveprimi ligjor në këto kushte nuk do ishte neutral, përkundrazi, ndaj dhe mbrojtja ka ardhur me këtë propozim për efekt të një kontrolli sa më të fortë të zinxhirëve të furnizimit dhe transferimit të mallrave me përdorim të dyfisht dhe teknologjive përkatëse. Projekt ligji që propozojmë sot kryetar ka 3 objektiva themelore. Para njëherë harmonizohen plotësisht me kuadrin regulator të BE-s, konkretisht rregulloren 821 të vitit 2021, forcimin e mekanizmeve të kontrollit, vlerësimit e rrezikut, parandalimit të devijimit të mallrave me përdorim të dyfisht, sikundër dhe rritjen e sigurisë juridike jo vetëm për institucionet ligjzbatuese, por edhe për operatorët ekonomik të ndryshëm në këtë fushë. Po ashtu, Vëngu tha se projekt ligji që u kalua kishte për qëllim harmonizimin me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian dhe forcimin e mekanizmave të sigurisë.